Institucionet e Prishtinës si paraqitën sot ndihmën sekretarit amerikan të shtetit Daniel Fried një dokument 4 pikësh për shtrihen e misionit të Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtësinë në Kosovë. Plani i Prishtinës shihet si kundërpërgjigje ndaj planit 6 pikësh të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për ristrukturimin e pranisë civile ndërkombëtare, i cili është kundërshtuar ashpër nga institucionet e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon atje, Edona Demaj. Ndihmë sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried tha sot në Prishtinë se do të bisedojë me zyrtar të Kombeve të Bashkuara për një dokument 4 pikësh të paraqitur nga Prishtina si rrugë për përmbylljen e procesit të rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Zyrtarët në Prishtinë i bën thirrje edhe sot EULEX-it që të fillojë punën e tij në Kosovë, ndërsa përsëritën kundërshtimin e tyre për marrëveshjen 6 pikësh ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu tha se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara për vendosjen sa më të shpejtë e EULEX-it në Kosovë, sipas mandatit të paraparë me deklaratën e pavarësisë, dokumentin e presidentit Marti Ahtisaari dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Institucionet e Kosovës refuzojnë dokumentin 6 pikë në tërësi. 3. Institucionet e Kosovës, të Republikës Kosovës, do të bashkëpunojnë me EULEX-in për vendosjen në tërë territorin e Kosovës në bazë të mandatit, sipas dokumenteve të lartë theksuara nga pika 1, duke respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës. Ndihmë sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried tha se pikat e përcaktuara nga institucionet e Kosovës paraqesin një platformë, siç tha ai, të mirë për të ecur përpara, të cilën ai do ta prezantojë para përfaqësuesve të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. There are tough issues ahead. But the government of Kosovo has outlined its position in a way that we think we can work with and move forward. Ka çështje të vështira përpara, por qeveria e Kosovës e ka paraqitur qëndrimin e vet në atë mënyrë që ne mund të bashkëpunojmë dhe të ecim përpara. Këto janë bisedime të mira. Do të shkoj në Gjenevë sot dhe do të takohem me Alen Leroa nga Kombet e Bashkuara për të biseduar për hapat e ardhshëm. Por kemi baza të mira për të ecur përpara në mënyrë produktive. Është me rëndësi që qeveria e Kosovës dhe gjitha institucionet e Kosovës vazhdojnë të punojnë me ne ashtu siç kanë punuar, tha zoti Fried, duke shtuar se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë në mënyrë që të forcohet sundimi i rendit dhe ligjit në Kosovë dhe të zhvillohet bashkëpunimi më tej me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, NATO-n dhe Kombet e Bashkuara. Debatet rreth marrëveshjes 6 pikësh kanë nxitur reagime të shumta në Kosovë, posaçërisht për çështjet që kanë të bëjnë me policinë, doganat dhe gjyqësinë në veriun e vendit. Për nesër në Prishtinë janë paralajmëruar edhe protesta kundër kësaj marrëveshje, ndërsa zyrtarët ndërkombëtar thanë se do të vazhdojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje që do të mundsojë shtrirjen e EULEX-it në gjithë Kosovën, por që do të ketë parasysh edhe shqetësimet e udhëheqësve politik të vendit. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.